Interpelancën që Levica e dorëzoi për punën e ministrit të Brendshëm Panço Toshkovski e bazojnë në 10 gjëra, prej të cilave 5 janë për veprim jo ligjor për tragjedinë në Koçan. Vërejtja më e madhe në arsyetimin që Sashko Jançev e dha për interpelancën është selektiviteti dhe se Toshkovskit as nuk I shkoi në mendje që t'jap dorëheqje për shkaqje morale. МВР има и дополнителни ингеренции за дискотеки и кабареа. И тоа, проверка на работно време, проверка на гласност и бучевост, проверка на присуство на малолетници после полноќ, проверка на точење, алкохол и употреба на наркотични супстанции. Ништо од ова не е завршено. Toshkovski hodhi poshtë akuzat dhe tha se për dallim nga rastet për spitale modular, Laskarcën dhe Besa Transin, këtu po zbatohet një hetim I detajuar, ka persona të dyshuar mes të cilëve edhe funksionar. Për përdorimin e piroteknikës në diskotek nuk është dhënë leje, tha Toshkovski. Од самиот почеток, Министерството за внатрешни работи постапуваше по насока и во координација со јавното обвинителство. Односно, полицијата нити селектираше, нити одредуваше кој ќе биде опфатен, нити водеше истрага по сопствена волја. Me kritika ndaj ministrit dolën edhe LSDM-ja dhe Fronti Evropian, preku thirrën për interpelancë ndaj Toshkovskit. Dhe pyetja është nëse sistemi është I kalbur, kush e ka lejuar që të kalbet? Dhe nëse ju nuk keni forcë ta ndryshoni, a nuk do të ishte akt përgjegjësie dorëheqja juaj? И во овие 15 месеци Министерството за внатрешни работи го претворивте како комплетно нефункционално министерство со најголем број на скандали, каде што преовладуваа селективноста, неказнивоста и комплетно е нарушена безбедноста на граѓаните. Nga pushteti doli në mbrojtje të ministrit Toshkovski, prej ku thonë se kjo interpelancë është dorëzuar vetëm për përfitime politike. Përndryshe, Borislav Kormov nga Levica kërkoi një orë pauzë për, siç tha, të hapen dyer dhe të lëshohen familjarët e viktimave, të cilët protestuan para kuvendit. Në lidhje me këtë, kryeparlamentari Afrim Gashi vlerësoi se me këtë manipulohet opinioni për shkak se, siç u shpreh, ka rregulla se si mund të marrin pjesë qytetarët për të ndjekur seancën. Манипулира со чувствата на граѓаните. Еден час пауза.